Mirëmbrëma Zhelin, mirëmbrëma dashur aktivist të Vlenit, të nderuar lider të koalicionit Zek, Bilal, Bekim, Orhan, të nderuar deputet, ministra, zavendës ministra, kandidat për kryetar komunash, kemi disa prej tyre këtu, natyrisht Bilali, Blerimi, kemi Bashkim Bakiun si kandidat për qytetin e Shkupit, falni nëse po e harroj ndonjë tjetër, funksionar të shumt të koalicionit, mirëmbrëma dhe mirë se ju gjetëm këtu në Zhelin. Teksa u nisëm për në këtë shesh me Blerimi na shtyi me qesh. Tha, a e keni pa bujarin në 5 sabajt se si po i traumatizon njerëzit në Çajër. Tha, kishte dalë në rrugë aty, e kishte trishtu një agjit ngrati cili është nisë për ta falë sabahun. Bujari besoj është pasqyra më e mirë e kësaj opozite të çoroditur që e kemi. Një opozit që e ka humbur rrugën qysh në ditën e parë kur kanë dalë në opozit. Janë njerëz të kriminalizuar, janë njerëz që kanë udhëhequr për gati një qerek shekulli dhe nuk janë dëshmuar askundi. Përkundrazi, kanë bërë shumë dëme. U përmenën disa nga dëmet që i kanë bërë ata në nivelin strategjik, nga shefi shtabit, Adnan Azizi, të cilin e përshëndes po ashtu, dhe po ashtu e përshëndes edhe Latif Arifin, shefin e shtabi lokal, mikun tim. Ata, kudo që kanë prek, vetëm se kanë prish punë. Na kanë lënë neve shumë barra për t'i rregulluar, na kanë lënë shumë punë të pakryera, dhe ata njerëz që janë në listat e zeza amerikane, njerëz që kanë shetitur në përgjykata, sot na shesin men neve për qeverisjen, për pozitën e shqiptare, për pozitën e marrëveshjes së Ohrit. Unë hiç më larg se mbram, ishta në një intervistë ku gazetarja më pyeti, tha ata po thonë që marrëveshja e Ohrit po ç'bëhet. Pyeta si po ç'bëhet marrëveshja e Ohrit? Apo ç'bëhet në fushën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, që është shtylla kryesore e marrëveshjes së Ohrit? Jo, nuk po ç'bëhet. Nuk po ç'bëhet sepse kemi punësu 2000 shqiptarë këto 15 muaj sa jemi në qeverisje në sektorin publik. Nuk po ç'bëhet, po madje po forcohet çështja e përfaqësimit, parimi kushtetues i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, sepse më në fund, pas 24 viteve, kemi ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, të cilin e sollëm në qeveri, saktësisht në përvjetorin e parë të qeverisë. Ligji tani është në mendim në Komisionin e Venecias, i cili do na vije shumë shpejt dhe kësaj e fusim në procedurë parlamentare dhe deri në fund të këtij viti do kemi edhe ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili do organizon planët vjetore të punësimit, avancimet e njerëzve tanë në për institucionet shqiptarëve në përgjithësi. Apo ç'bëhet marrëveshja e Ohrit për sa i përket statusit gjuhës shqipe, shtyllë e dytë, po ashtu super e rëndësishme e marrëveshjes. E vërteta është që atje në gjykatën kushtetuese, pas ligjit që sollëm në vitin 2017-18 për avancimin e gjuhës shqipe, ka patur lëndë. Janë grumbulluar disa lëndë që janë mbajtur në sirtar nga një kryetar i gjykatës kushtetuese, i cili sot rasist të jetë deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim. A kanë mundur t'i mbyllin këto lëndë? Padyshim se kanë mundur. Nuk i kanë mbyllur, siç nuk kanë mbyllur edhe shumë punë tjera, dhe na kanë lënë neve, posa ndodhi rotacioni politik i shumë pritur të shqiptarët, të merrim me këto çështje. Po edhe gjuha shqipe nuk u prek sepse punuam natyrisht që dëgjosia të mbrohet si një ndër shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit. Po na sulmojnë te shtylla e tretë, që është decentralizimi, që është ndoshta sulmi më qesharak që marrim nga BDI. BDI në komunat tona e dim se sa ka punuar, e dim se si e ka gjetë Bilali Tetovën, e dim si e ka gjetë Blerimi, Zhelinën, dhe si janë komunat tona, unë vi nga Likova, në Likovë, si në shumë komunat vendit tonë, nuk kemi ende ujë të pishëm. Përveç që s'kemi ujë të pishëm, kemi ujë nga pusët, nga qeshmet tona, i cili helmon qytetarët. Sot, kandidati jonë për kryetar në komunën e Likovës dolin pres me analizat të ujit në shkollën atje që lidh Vaksincën dhe Llojanit, dhe gjetëm se uji që pinë nxënësit në komunën Likovës, në shkollën atje në Vaksincë dhe Llojan, përmban 5 herë më tepër arsen se sa lejohet nga standardet botërore. Arseni shkakton kancer,
arseni shkakton shumë e shumë smundje duke filluar nga zemra, e kështu me radhë, pra këta i kanë helmuar nxënësit tanë për 2 dekada me radhë sa kanë udhëhequr me atë komunë. Ne, në sferën e decentralizimit, kemi investuar gati 300 milion euro për 15 muaj qeverisje. Vetëm komunat me shumicë shqiptare kemi investuar 82 milion euro. 1/3 e shumës së përgjithshme, 1% që në kohën e BDI-s ka qenë pa imagjinueshme për sa i përket investimeve në komunat shqiptare. Vetëm Zhelin, Blerim, nëse s'gaboj, kemi diku 17 projekte në transport, arsim, ekologji, sport e shumë sektor, me gjithse vlerë 3.2 milion euro në bazë të tabelave që i kam parë, do flasësh ti për këtë çështje me siguri. Kjo pra është qeveria vlen. Kjo është qeveria që përkra komunat tona kanë patur përkraje të parezerv nga ana e pushtetit qendror me të vetmin kriter shpërndarjen e eurove për kokë banori. Ma ferë se kaq nuk mundet, nuk kemi ndëshkuar asnjë komunë sepse ajo udhëhiqet nga ndonjë kuadër i BDI-s, për kundrazi i kemi trajtuar të gjithat njësoj në mënyrë që komunat tona të zhvillohen, njerëzit tonë të kenë kushte jetësore, normale për këtë periudhë ku jetojmë ne, e jo më të merremi me çështje mesjetare, siç fatkeqësisht vazhdojmë të merremi në shumë komuna ku qeveris BDI. Pra, pas këtyre zgjedhjeve, pas 19 tetorit, do vazhdojmë me këtë përkraje, Blerimi do e ketë përkrajen full nga ana e qeverisë, në mënyrë që të bëjmë edhe shumë e shumë punë, në mënyrë që të ketë edhe shumë milione tjera të investuara, si në Zhelin, si në Tetov, si në të gjitha komunat me shumicë shqiptare, ku vleni është në epërsi, në bazë të gjitha matjeve që i kemi, dhe padyshim vleni do fiton në shumicën ndërmuese të komunave me shumicë shqiptare. Do shihemi këtu Blerim për të festuar fitoren tënde me 19 tetor, urime fitoren e të prifte mbarën këtë fushat.